Ju shkruani se artistë si Shpati nuk vdesin thjesht nga dështimi i zemrës, por ata vdesin nga një jetë e jetuar pa hapësirë për të marrë frymë, dhe duke u referuar kësaj sentence tuaj, çfarë do duhet bëjnë artistët në këtë rast dhe njerëzit e botës së artit për të shmangur tragjedi të tilla? Kur e thash këtë, e thash për shkak se kam raste me vite që kam punuar me artiste të ndryshme, por gjithashtu klienta që më erdhën më vonë për disa artistë siç ishte për shembull George Michael, kur më tha në sesion, tha Toni, tha të kisha ditë më parë do t'ja kishte shpëtuar jetën. Dhe kur e thash këtë, flisja për realitetin që shoh çdo ditë te klientët e mi në mbar botën, parasysh kush është klienti. Nuk është organi që dorëzohet i pari. Këtë një gjë që ne si shqiptar nuk e kena në kokë. Është mendja e pajetuar, emocionet e të padëgjuara, është shpirti i pambajtur dhe presioni i panegociuar me veten. Në këtë rast, këshilla ime është tepër e qartë për çdo njeri, për çdo artist. Trijoni hapësirë të rregulla të marrësh frymë çdo ditë, frymë emocionale. Atë që kërkon më së tepërmi është qetësi të trupit, qetësi të mendjes. Për shkak se shumica e njerëzve mendja e tyre është si një lum tepër i turbull dhe i shpejt. Dhe kërkoni mbështetje profesionale. Për mua është të kënaqësi kur shoh klienta shqiptar nga gjithë bota në trajnimet e mia të Climb Greater Heights ose në konsultat që vinë në London përmes Zoomit, ose ata që prenotojnë konsultime kur vinë në trojet tona në Tiranë, në Shqipëri, në Prishtinë. Dhe mos harroni se trupi yt, mendja yte është vetmja gjë që do të vinë deri në frymën e fundit me ty. Dhe më thonë, kushtoni për tepërmi kujdes shëndetit mendor, shëndetit emocional e shëndetit fizik. Pse njerëzit i injorojnë shpeshherë këto shenja duke thënë se ai është i fortë, do t'ja dalë apo gjëra të tilla, pra qofshin njerëz të zakonshëm por edhe figura publike? Së pari si meshkuj, posaçërisht meshkuj shqiptar, ne nuk na kanë mësuar prindët tonë se si të përballojmë këto sfida emocionale dhe si të përballojmë stresin dhe gjërat që neve tash në kohën e sotshme kena plot mundësi të mësojmë dhe të kalojmë. Së pari është guximi, ne edhe na duhet guxim, por është guximi i shëndetshëm kur ne e dim se ku e kena limitin ton. Se ne si shqiptar, për shembull, nëse makina jone, si kete një makinë tepër si Bugatti ose një Ferrari, ti si pronari në makinës me njerë kur e ndigjon një zë të makinës shkon direkt ke inxhinieri i makinës që të ta rregulloni makinën. Por për veten kur e ndigjojmë këta signale ne i thojmë vetes, do të kalone. Ose marrim një hap, ose marrim një aspirin, ose çfarë do të jetë dhe ngadal trupi nuk harron. Dhe shenja e parë, pa marrë parasysh nëse njeriu është fizikisht ose emocionalisht i smur, është momenti kur duhet të kërkohet ndihmë. Edhe njerëzit që i kanë klientën në botë, ata e kanë kuptuar këtë me kohë dhe nuk presin ata moment. Ata kërkojnë ndihmë para se më ndiku diçka në shëndetin e njeriut. Dhe njerëzit zakonshëm dhe figurat publike duhet të bëjnë vlerësim të rregullta emocional dhe fizik, për shembull. Nëse ti jeni menaxheri i një artisti si Shpatit, ai ke këto procese, si zakonisht janë këto procese që ju ndihmojnë edhe klientave të bëjnë në jetën e tyre. Të flasin hapur për çështjet e tyre, a është stresi, është divorci ose diçka tjetër. Dhe gjithashtu publiku jon të jetë më tepër i ndërgjegjshëm dhe si ata reagojnë në këto sende. Se unë veti kam të kaluar disa sende që, domethënë, ti merr disa komente për njerëz që nuk janë edhe njerëzore. Posaçërisht nuk janë as shpirtore, po as fetare në ato raste. Domethënë ne kena një gjuhë, një fjalor tepër të vëbekët kur vin nga ana një njeri në jetën publike kur ndodh diçka te ai njeri. Domethënë ne mund bëjmë 99% të mira, një gjë që një njeriu e paragjikon, ata menjëherë i zhdukin të gjithë 99% të mira. Domethënë njeriu duhet të kupton se çdo njeri i ka këto beteja, po edhe ti si njeri duke i pa një artist që të i kalon këto beteja. Të ndërtojmë rreth vetes një ekip shoqëror, por gjithashtu edhe ekip profesional që i mbështet
njeriu, artistin apo liderin. Kjo është arsyeja pse njerëzit më shohin në tan botë. Domethënë, këto njerëz e din vlerën e një eksperti që kam kaluar 30 vjet, 3 dekada duke studiuar gjëra të ndryshme që të maksimizoj potencialin njerëzor, por gjithashtu së pari të mbroj shëndetin e njeriu. Për shkak se ai njeri që dëshiron të ketë sukses të madh, nëse shëndetin ti e humb, edhe atë që e krijon do ta shpenzosh pastaj ta kërkosh shërimin për shëndetin. Toni, ju keni lindur në Gostivar të Maqedonisë Veriut dhe më pas keni emigruar duke u shndruar tashmë në një trajner të transformimit jetës dhe të biznesit dhe duke u bërë, po themi, trajner i shumë njerëzve mjaft të rëndësishëm të cilët kanë kërkuar ndihmë në këtë drejtim për cilën po flasim. Si e shikoni, po themi, mentalitetin shqiptar sa i përket pjesës për të kërkuar ndihmë kur ndodhet në vështirësi apo për të rritur qoftë edhe cilësinë e jetës sa i përket sfidave me të cilat haset? Ne si shqiptar kemi një kulturë të rrënjosur të mbajtjes të dhimbjeve brenda. Këtë kam pas së pari te nëna ime. Domethënë, u rrita me një familje që çdo dhimbje mbahet brenda, çdo telash, çdo konflikt nuk i tregohet askërkujt. Domethënë, ne rritën në atë kulturë dhe themelohet mbi mentalitetin ton, mos u ankoni, jeni të fortë, do të kalone dhe ignorojmë gjërat. Por forca e vërtet nuk është e heshtja, është vetëdia e njeriut. Dhe shumë njerëz i ignorojnë shenja sepse kanë frikë nga paragjykimi, humbja e pozicionit të tyre, për shembull, nëse jenë në pozicion e një firmë të madhe ose nëse janë një artist, apo mitin se kërkimi i ndihmës është një dobësi personale. Dhe kjo është arsyeja pse shumë figura publike shembër pikërisht kur duken më të suksesshëm në jetë. E kena George Michaelin, e kena Michael Jackson, dhe ka shumë artistë në përbot që e kanë humbur jetën para vetes. Dhe unë e di edhe nga disa miq që i kam që kanë qenë miq të ngushtë me shpatin, sa ai ka folur për ankthim, ka folur për problemet shëndetësore. Domethënë, kur i kena këto probleme shëndetësore, është problemi kur çdo gjë duhet të bëjmë ta bëjmë agjendën profesionale dhe agjendën personale të balancuar. Toni, cili do ishte mesazhi juaj për gjithë shqiptarët në këtë rast, por për më tepër edhe në nder të figurës së këngëtarit njohur Shpat Kasapi? Për mua Shpat Kasapi më dha dashuri, më dha muzikë, dhe gjithashtu e di se gjithë neve si shqiptar na dha kujtime të ndryshme. Largimi i tij është një kujtesë e dhimbshme, posaçërisht për nënën, se e din nga vetja se nëna ime gjithmonë kishte frikë që njëri nga fëmijët mos të ndrojë jetë. Domethënë, të ndrojë jetë me rend. Por të jetë një humbje vlefshme se që asnjë sukses nuk e zaventson kujdesin ndaj vetes, kujdesin ndaj shëndetit të vetes. Mesazhi im është i thjeshtë, por gjithashtu besoj se është thelbësor. Mos jetoni jetën si maraton pa më marrë frymë, pa më ndal. Dhe mos shtyni shërimin tuaj mendor ose emocional, se gjithë këto ndikojnë te trupi fizik. Dhe mos u shikni pas buzëqeshjes, pas fasadave të ndryshme që ne i vendosim kur dalim në shoqëri, ose kur shkojmë në punë, ose kur jena në skenë. Dhe nderojeni veten sa jeni gjallë. Këtë është një gjë që nëna ma ka mësuar. Dhe ajo gjithmonë të thonte, më nderoni gjatë jam gjallë, mos më nderoni kur vdesi dhe të vini te guri, te vorri. Dhe nderojeni shpatin duke jetuar me vetëdije, duke bërë të kujdeset, të dashuar dhe të guxishëm, por gjithashtu duke thënë një fjalë të bukur kur një artist është duke të kaluar betejë të ndryshme në jetën personale. Dhe nëse ne duhet të ndryshojmë fatin e brezit ton, duhet të fillojmë duke ndryshuar mënyrën si kujdesena për veten. Dhe kur kujdesena ne për veten, ne kujdesena për familjen, kujdesena për gjithë shoqërinë dhe kujdesena për botën dhe natyrën.